Atëherë kemi ndjekur kështu, disa nga zhvillimet kryesore të partive, zoti Dugolli, po e filloj me juve, kush sipas jush e ka nisur më mbar? Para që po du të them, fillimisht e nise gabimisht, edhe qysh në start, more pozicion, pra e thaë që lëvizja vetëvendosje e ka nisë me linqime. Cilat janë ato linqime, i shko mirë për opinionin publik. E fundit ka qenë për afrimi, akuzat për parafrim të partive opozitare me listën sërbe, tasem. Ose pjesa e diaspores i kanë akuzuar partit opozitarit që nuk po duan që diasporat vije edhe të votojnë Kosovë. Po, është e vërtet. E para që po du të them është se veç është një konstatim i cili ka ndodhur faktikisht gjatë tyre një viti, thujese, kemi po një blokad e cila ka ndodhur edhe qytetarët e kanë pa këto. Por nuk mjafton vetëm të shihet e të lihet në harres, por duhet potencu në vazhdimsi, për shkak se qysh në start kanë përdor pra ish partitë opozitare, kanë përdor mekanizmat e tyre për të mos dhonë zgjidhje, sepse zgjidhja në kuptimin asaj nuk e dojnë lëvizjen vetëvendosje në rregull, por të bllokohen institucionet, fillimisht bllokohet konstituimi i parlamentit, me pastaj edhe votimi i buxhetit, edhe votimi i buxhetit për Prishtinë, votimi i komisione, formimi i komisione parlamentare, kështu me radhë, pra kanë qenë këto tendencat qarta për si thot populli për inat të res me vdek djali, pra për inat të vetëvendosjes, pra kanë shku aq larg sa e kanë dëmtu vendin, i kanë dëmtu qytetarët, pra mosvotimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, pra financiare, pra është një kosto e madhe që do ta bartin qytetarët me supën e tyre. Pra nuk e kanë dëmtu lëvizjen, por e kanë dëmtu interesin e shtetit dhe të qytetarëve. Prandaj konstatimet që kanë dalë edhe nga prononcimet e zotit Kurti që do të dalin në VMC, nuk janë linçime, janë diçka që kanë ndodhur e që duhet të thënë, sepse nuk mund të bartim na një faj për cilin nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie, pra nuk bart lëvizja vetëvendosje një të pa qenë, pra faj për blokim, është tentu që në fillim t'i vendoset vetëvendosjes, por e vërteta është që nuk ka qenë lëvizja vetëvendosje bllokuese. Edhe me mandatarin e Atëherë, pse nuk e nisi si partitë e tjera, me ndonjë plan konkret, ose me ndonjë prurje të re, ose me diçka të re në parti, po me akuza? Jo, dëgjoj, tash fushata zgjedhore, veç sa zyrtare ajo ende s'ka fillu, por tash fillojnë spari pra hartimi i listav për deputet, programi, punohet, të gjitha këto, pra lëvizja vetëvendosje nuk është që ja ka mbyll derën dikuj, edhe nuk dëshiron që të ketë edhe prurje të reja, e do të ketë prurje të reja, pa dyshim që do të ketë, por nuk është krejt esenca aty se kush vjen improvizime, pra improvizime të llojit të LDK-s për shembull. Jo, e konsideron improvizim. Improvizim është për shkak se burri saj e dim tonë përdel Meta ka qenë është antari Listë Demokratike, madje edhe me funksione ka qenë. Nëse i hyjmë ashtu, nuk është afërsia e vetme që mundet me kështu. Po mirë, këto janë improvizime, po në rregull është, unë këtu nuk i gjykoj. Le të bëjnë çka dojnë, ata e kanë interesin e tyre, shohin, e kanë strategjinë e tyre, le të vazhdojnë, por diçka që nuk mund pranoj është se linçimet nuk janë metodë edhe nuk i ka përdorur dhe nuk i përdor kërkush për vetëvendosjes. Mirë, Duge? Unë nuk e di nëse në Kosovë ekziston dikush që se ka mendjen e dome për punë të kënd kam i votu. Nëse ekziston, atëherë është desh me kom përqindje gati e pa përfillshme. Se që kjo periudha që pilojmë mas, është periudhë e një, që shme thonë, e një vazhdimësie inkrementale të idhënimit
armiqësimit edhe polarizimit në shoqëni e cila e ka shëndru votuesin në tifëz. Tashmë shoqënia jonë është e damen në dy tabore. Jo veç skena politike, unë mendoj që skena shoqënore është e ndamen në dy tabore. Diskutim tjetër është a ka shkaktu këtë skena politike, ndasi në shoqëni, apo ndasia në shoqëni, ma në fund është reflektu në skenë politike. Kjo është diskutim që mundemi bo ndonjëherë tjetër. Mirë po, në situatat tilla kur ekziston këso përqamje e madhe, zakonisht mendja është e mbushur. Që kjo përpjekja vazhdimisht mu arsyetu edhe me ndërtu diskutime publike nga ana partive politike e rreth asaj kush ka faj, me qëllim mi bind qytetarin në fajin e kundërshtarit ose diçka tjetër, mendoj që humbje kohë. Me qenë se shoqënia tashmë e ka pas vetin i 5 vjeç të një ndasie edhe të një, që shme thonë, një tendence sistematike të përqarjes. Tash na jemi shoqëni e ndarë. Edhe veç vota, nëse vendosim me respektu, ka me gjyku, ka me vendos cila prej opcioneve, ka me marë ato që s'është diskutu fare këto 5 vjet, e ajo është përgjithësia. Cili prej opcioneve ka me marë përgjithësin. Me qenë se në situata politike nuk diskutohet faji, a ka faj pushteti, a ka faj opozita. Se faji është, që shme thonë, kategori e pa, nuk mundesh me e precizu saktësisht për çfarë bëhet fjalë. Në çështje politike vlerësohet vetëm përgjithësia. Kush ka përgjithësi? Në një shoqëni të strukturuar njerëzore, kush ka përgjithësi? Përgjithësi ka pushteti. Ai që e ka mundësinë, ai që e ka fuqinë e shpërndarjes paras, ai që e ka fuqinë e vendimit, ai e ka përgjithësinë. Edhe kur shkaktohet një krizë, syt kthehen ka ai që e ka përgjithësinë. Faji dhe fajsimi është më shumë tendencë mu fut në një domen të pa kuantifikueshëm moral. Jo këta janë fajtor, jo këta janë fajtor. Përgjithësinë kush e ka pas që to 5 vjet mbi vendin tonë. Përgjithësinë e ka pas pushteti, i cili hala mendon që jo pushtet, e ajo është partia vetëvendosje edhe koalicioni brenda saj. Që kjo është çështja përgjithësisë. Është keq që edhe partitë ish opozitare janë fut në qëtë lojën e diskutimit të fajsisë. Me qenë se ti nëse s'ki pushtet, ti nuk mundesh me pas përgjithësi, se si jenë pushtet. Kur nuk ki përgjithësi, ti edhe nëse ki faj, nëse mundesh me thyt diku një dritare, faji jytë është faji i një grupi i cili nuk ka përgjithësi. Pra nuk mundesh, nuk ekzistojnë leva, sidomos publike, politike, që mundesh me e fajsu, me e precizu përgjithësin. Mirë po, partit opozitare, ose ish opozitare të na, e kanë pranu që diskutim për mund, krejtësisht pa kuptimt, të fajsis, kush ka faj, jo faj kem na, faj kanë ata, e qytetari është konsiderohet që është një individ jo inteligent, jo fort i zgjuar, i pa meqëm politikisht, të cilin duhesh mi bind. Qashtu e konsiderojnë, nuk thash që është, po konsiderohet. Se sa herë që thush qytetar, se sa herë që thush besoj që e ndonë. Sa herë që thush qytetarët jon ka shohin, kush ka faj, në një mënyrë ti e konsideron që qytetarin është letë mi bind. Që me fjalë tjera, po ashtu interpretohet edhe është letë mi mashtru. Gajle mos keni mos u lodhni për atë punë, hiç qytetarët për atë sa po shohune e kanë do mendjen. Nëse ekziston një përqindje, e atyne që për një me presin mu bind, prej qësaj loje të fjalëve, jo këta kanë faj e ky ka faj, atëra e përqindje për një me mendoj që është gati e pa përfillshme. A kanë do mendjen më ndryshuar e sana, veç që shkanë vëtu në shkurt? Kur po thunë ndryshim,
Po më intereson që po mendon saktësisht se ki ndryshim për të keq, ki ndryshim për të mirë. Jo, me ndryshu votën e tyne në krahasim me shkurtin e 2025-ës. Aha, që ajo përqindje e vogël, unë mendoj që është shumë e vogël, gati e pa përfillshme. Do thonë po thu që komu përsërit rezultatin njëjtë. Si mas meje, lëkundjet në rezultat kanë me qenë shumë të vogla. Ajo flet për një, që shme thonë, për bindje të etabluara, të betonizuara në një shoqëni e cila është fundamentalisht e përqame. Edhe zakonisht, që shpishojmë edhe në për rajon, ajo përqarje po shkën gati 50-50. Ka njëherë po ikë përqindja ndej, ka njëherë po ikë përqindja ka ky. Mirë po është e shenë shumicën e vendeve në rajon e qebese edhe në botë, që ndasia po është gati e barabartë. Unë po mendoj që ky diskutim nuk ka me ndru. Halo ka mu folë qështu. Opozita ka faj, jo pushteti ka faj, jo faj kanë ata, faj kanë këta. Mirë po kur kush nuk do mu marë me ato për cilën po shkohet në zgjedhje. Kush ka mi marë përgjegjësinë. Përgjegjësinë për me distribu paranë e pushtetit, për me marë vendime për shoqëninë, që ajo përgjegjësi. Po të vishta tha që Albin Kurti ka me marë. Se i pari dhëtë me marë, në basë kushtetutës dhëtë me marë i pari. Jo, ti po implikon që fituës në zgjedhjet e ardhshme ka me qenë partia vetëvendosje. Po e the ti, realisht. Se s'ka me pas ndryshime, a do gepi është shumë i malë, realisht. Jo, qëre ndryshim në një përqindje të vogël qarta si ka me pas. Tash ajo përqindje ka me shku, na nuk e dim andaj pi presim edhe zgjedhjet. Mirë po 2-3% me ndryshu, shambull të marim në dëm të partisë vetëvendosje, gjasat e saj me bo qeveri jonë gati ma pak se 0. 2-3% nëse lunë. Që adeshta me thonë fillim është që tënë që të zërë që pja jepni me folë për faj e shfaj, ndoshta o mirë me ditë që jeni të i folë vesh një 2-3%, se tjerë dhe kanë mendjen e dome. Në më t'i përtu që qaj 2-3% është përcaktues. Që aj 2-3% mundet me qenë për... Shiko, aj 2-3% nëse i takon, nëse e fiton partia vetëvendosje, ka me pas shumë vështirë me bo qeveri. Shumë vështirë, jo të pa mundun. Nëse që aj 2-3% kalon ka partit ish opozitare, partia vetëvendosje e ka të pa mundun me bo qeveri. Pra po flasim për një përqindje shumë të vogël, e cila o vendimtare, jo shumë për partit ish opozitare. Barikadimi i partive opozitare ose ish opozitare ka me vazhdu edhe pas zgjedhjeve. Unë tipi qumë barikadim. Po, dhe që barikadim ajo është barikadim. Ajo është interpretim i jyti, edhe është mbi e mërzim që pja e apti. Mirë po unë mendoj që këtu bëhet fjalë për 2 shkollat mendimit. Një shkollë e mendimit, unë e shoh si shkollë e mendimit pak ma racionale që përfatësohet prej partive ish opozitare. Sidomos, në këtë rast, për mu, mas miri personifikohet me kandidatin për kryeministër të Partisë Demokratike, zotin Bedri Hamza. Pra, personifikohet një përpjekje për një politik brenda rregullave edhe brenda arsyeshmërisë. Edhe është një blok tjetër për të cilin arsyeshmëria, jo vetëm që është humbje kohe, po arsyeshmëria në vete është një lloj i dorëzimit edhe tradhtisë. Ai blok e sheh politikën në mënyrë shumë më ekstreme, shpeshherë shumë më fanatike, edhe natyrisht është shumë më ka inklinacione shumë më të mëdha për me kriju që so situatat të pështira të linçimit e këtu. Ai grup, si mas meje, ai është simpatizues edhe votues i partisë vetëvendosje. Edhe shkollet menduarit. Në njërën anë e ki qatë botkuptim, i cili për mua është i parësyshëm, mirë po është botkuptim, në anën tjetër është që ky tabor i tjetër, që unë e pi thëmë tabor edhe pësa ta vetën se thirin tabor, po këta mundohen me e zhvillu politiken si mas, që shme thonë, si mas shkollës së deri sotme, të përjetimit politikës si përpjekje e arsyeshme për me menaxhu shoqëninë, pritjet e saj edhe zhvillimin e saj.